Valjan Osmani, drejtues i burimeve njerëzore në Neptun Kosova, mirë se erdhe në podcastin tonë. Mirë se gjej, faleminderit. Kohën kur unë kom studiu, ideja ka qenë më bërë ekonomist. Edhe as ka përfundu. Punojnë cilët janë shumë talentum, kanë shumë kapacitet, por ndonjëherë kompania bëhet e vogël kur ata arritën shumë. Po kjo është e shëndetshme, nuk është e keqe diçka. Unë mendoj që është e mirë. Me pas njerëz efikas, me pas njerëz talentum, mendoj që është privilegj për secilin kompani. Njerëzit që punojnë me burimet njerëzore ose në HR janë teon etikës. Do të me pas mirë edhe me anën e ekzekutivit, po edhe me anën e njerëzve. Nëse nuk krijohet një degë veçantë në fakultet për burimet njerëzore, sugjerimi është të kemi bashkëpunim me universitetin. Si mendon që mund të më zhvillo pjesën e komunikimit, se pjesa e komunikimit mendoj që është e rëndësishme për secilën fushë. Komunikimi jo të jetë vetëm bashkëbisedim, po të jetë komunikim që të merr informacione dhe të zhvillohet vetë si personalitet, kështu që kjo është.